Përshëndetje gjithë dhe mirë se keni ardhur në episodin e 3 të Shadow Clone. Ja, se the mirë. S3 e P3. Po, S3 e P3, se e kishe bërë risk që episodin e kalum, Hormudi. A qa jedi? A qa jam una? Atëherë, Lale, sot nuk do zjatën e fare, ju kam thonë që do të bëjmë bisedime për dublimet përgjithësi, nuk ka mo vetëm për një anime apo për një film specifik, se nuk majnë do të mo. Dhe hy me themel, me themel. Bravo, tash unë direkte kam për të prezantuar të ftumin, edhe të bëjmë muhabet të kënaqshëm atë gjithë bashkë. Ai është një artist, një dublus, një njeri që na ka dhëruar vetëm të qeshme dhe jena kënaqë gjithë minin e vazhdojmë kënaqemi akoma kësaj dite. Marin Orhanasi. Faleminderit shumë. Në fakt duhet t'ju përgëzoj unë juve sepse podcasti ju është vërtet interesant. E kam gjithmonë. Shumë faleminderit. O ka lezet se bisedojmë lirshëm, flasim për tema të përditshme, flasim edhe për tema. Eksakt. Mirë është që të ketë të tilla qasje për shumë arsye. E para që të kuptojnë që nuk jemi rastësisht të tre bashkë. Patjetër. Këtë punë dhe e dyta betallata për qef. Ajo është për kryesorja se. Butë. Do të me mori edhe me të qeshme Lale, se me mor me hallën e me të qamë. Shqipëri, vllai. Jo me hallën e me të qamë kena bolle, po ta kthejmë çik me të qeshme. Është ngarkuar çik situata politikisht. Eksakt. Ka shumë kohë që ne kemi që para 36 vitësh që e kemi të ngarkuar politikisht. Po dikur kam pasur ka një nga personazhet. Dhe thoi që vëlla, s'desha me një gjuhë lajme të shtëpi dhe i hoqa prizën televizorit, vazhdo të kryeministri fliste për gjëra që ka bërë. Nuk ka shku ke pula, nuk ka shpëtim. O vëlla, ka të hikë, vëlla. S'di çat fikësh Në mo. shtëpi, Jo vetëm truni ka ngel me u fik tash. Jo, po edhe kur shtrihesh kravat, shef nusë mbulume, jorgon kështu Du çfarë bën? Ora 1:00 çfarë bën? Marin, vëlla, du të të pyesi herë se përveç se keja 20 ca vite sa u bën Portokalli, 24, kam hym vitin 24. 24 për mashallah. Vallai ku diun hym kalamaj, nuk e di kur do dalim. Po mirë, vallai. Fillimi i dijes e rrugës apo funin, s'ja di njeri. Në fakt me thonë drejtën shqyqy që ka qenë dhe ja vlen për ta falenderuar të burrin që krijoi Portokallin, po gjithë domethënë që i dha formën e duhur mediave shqiptare. E vërtet. Edhe ai në thelb u kujdeste shumë për Portokallin, sidomos për Portokallin. Madje besoj që të paktën një herë në 2 javë ishte në sallë. Po. Atë keqe. Si duhet me qenë gjithë procesi i punës. Po të të vijë ai që të ka punësuar në sallë, do të thotë që është shumë i angazhuar me atë emision. Eksakt. Dhe me guxim të madh vëlla. Dhe mos harro që në atë kohë nuk ishin shumë mundësit, një teatër kombëtar ishte, një sallë akademie, dhe për të rinjt u hap një rrugë e cila vazhdon sot e kësaj dite, po është vazhdon të jetë e hapur për të rinjt. E vërtet. Kjo vlen për të theksuar sepse ai burri ka pas vërtet vlera. Shumë e vërtet. Shumë e vërtet. Për gjithë ata që e njohin, e kam pas fatin me njoft, është privilegj i madh. Vllai im ai qenë tjetër motor, tjetër qenie, nuk e di, s'di çfarë të them. I mrekullueshëm. Dhe prandaj them që duhet falenderuar i burri dhe me që dalim aty ka qenë dhe promotori kryesor i gjuhës shqipe. Në thelb. E para punë dublimet në thelb, dublimet e filmeve, sidomos filmat e suksesshëm të Disney të tjerë, janë bërë në Top Channel për herë të parë. E vërtet. Domethënë nisim me Mbretin Luan, vazhduam pastaj me Eldoradon, pastaj me Mulanin. Për gjitha filmat ikonik. Qa ka bote Mulani. Haje. Atë mafiozin, burrën e Mulanit. Po, Shengune? Po. Komandanti. No! Se di se fut kot. Ua. Jo se fiksoja tash. Po ja, po ta Thonë që i kam Oh. bot gjitha dhe si mbaj mend. Po ta thomi unë, më ta thomi unë, ç'ke di? Rrim me Unë pak më marrë me gjapë të vlerë. Me mund e shtina më shtrasa, që do. Kam dëgjuar pardje, të një nga kanale, të Bang Bangu, Po. kam dëgjuar të gjysha një zë, më vinte një herë si zëri im, një herë. Dhe hej, po vesha vetëm dyshim. Po. Sigurisht që isha treguar shumë i kujdesshëm, isha impostuar pak, po prapë zërin tënde njeh burr. Normale. Kur vjen çuni, bab ti ke bukur filmin? A thash çeka më. Për ta ngjoj vesh jashtëm. Po për zotin. Dhe kisha bëj personazhin me pyet sot, nuk ja di as emrin. Më besoj, domethënë pafundësisht personazhe, pafundësisht filma.
i ke gjithë ikoniklet. Po Me për thënë drejtën i mu, kam bërë me qef shumë. Edhe prap, vazhdo Kur me sot se javë, po, ditë kur të bie rasti. po patjetër. Vetëm se kam nuk është kusht se kush jam unë për të vënë kushte, po i kam thënë kur të më japësh, ngjej, nuk ka rëndësi roli kryesor, Po patjetër. Tjetë personazh pikant, Ti shkoj format. dhe Ti shkoj format. film me suksesshëm se po hym pasaj kështu. Ja, pa që për çapo i hym kur i thon Maj mend vallë. që kemi bëj serial një herë që po zoti, ma nuk domethënë sot bëjsa këtë personazhin, des me bëjsa personazhin tjetër. Ora kam pasur këto. Ka që kjo periudha që duhet bësh nga 12 zona merr në serial. Po 12 zëra dhe pastaj të shifte gruaja me dyshim, s'të mbaj mend kështu. Çfarë bëj? Por fati i madh është që un kam 2 fëmijë dhe i vogël është kështu. Gjithkohës. Domethënë ai më thot mu, babi, ha. Përpiqemi në fakt kur i kapi, kur i shohim Gjithë bashkë. Ti e ke kritikun në shtëpi. Që ja parë. Ça flet më burrë dhe. Mor më ka njoft dhe ka qenë një film Makinat. Po. Bëj një personazh oli. E di ka po. Boja Gjiun. E Atë di, makina e di, edhe që Ramoni, ngre po. sa Ramoni. Po më ai që është, skuqja dhe se s'bën një zë kështu. Ai portorikani, se është makinë kështu e Po çuditshme. nga këto. Po, Vin Diesel. Bravo. Ai Pra për mu vlla, me ta thonë drejtën, siç ke pas Tulion te Eldorado. ai Tulli është. Po pse më vetëm Tulja? Jo, për mu vlla. Për mu për shembull është Simbadi. Simbadin unë e kam filmin e preferuar, po të them Tulio si karakter. Prit se ishte edhe herët shumë, ai ka drejtë që flet për Tullio, se në ato kushte që ishim atëherë në Top Channel, me sigurisht studiot i ishim, po nuk ishim këto parametra. Kualitete, po. Këto kualitete, me gjithatë, kemi qëndruar një muaj, u thash edhe pak më parë. Kemi qëndruar një muaj për ta bërë. Unë Alban Male, Vis Pupa, edhe pastaj personazhi, do qenë Sajmiri Fiksi, do qenë doktori. Edhe ata ishin shumë të angazhuar. Shreku një herë mo, që e kam bërë ato të dy. Po, dhe me thënë të drejtë, ka pas një debat të vogël, duhet përdorim gjuhë letrare apo zhargon. Dhe sigurisht që unë nguca këmbë të gjuha letrare, me idenë të ndjerit Drejtan Hoxha, i cili e përcillte gjuhën shqipe dhe diasporë edhe më larg, kupton? Kështu që me idenë që t'ja u japim sa më të mirë gjuhën. Sa më të pastër. Mirë, po ka një problem këtë mes, që kur është personazhi i tillë, po, mund të përdorësh gjuhë letrare. Po kur është personazhi rrugaç, nuk do kur thoshte dikush që e dikush është bukra e Hamletit, se Shakespeare është më i madhi, po edhe Varmisi flet në poezi. Varmisi është varmiës. S'mund të flasë me soneta. Po pra, me soneta fliste i shkretë, se gjuha e Shakespeare ishte ajo. Edhe ashtu ishte dhe stili i të shkuar në ato. Po du të them që më beso, ta thash dhe që parë, në këtë turneu që bën Portokallia kështu, unë kam shtangë me atë gruan me 2 fëmijë. Erdhi, unë thashë se po na përgëzonte për rolet që bëjmë aty në shesh, sa ato në fakt mushën plot sheshet. E vërtet, e kam pa gjithmonë këtë. Dhe ajo është një nga gjërat më të mira që është një dhuratë e bukur që për atë vend ku ti shkon. Edhe për ne. Patjetër. Ndjena ne kënaqësi, po ajo gruaja erdhi tha, ta dëgjojmë zërin shpesh, i kemi të gjitha DVD-t, i kemi ngela, u shasisa se prit sa të më thoshe përgëzime për rolin e tjerë. Dhe thash, ky është rasti më i mirë që më ka ndodhur. Të më dëgjosh zërin dhe të më përgëzosh për zërin është kemi qenë shumë të angazhuar në vllai. E vërtet, pra ju keni qenë shumë përfshim, ndryshe nga gjenerata tanishme, ju keni qenë pafund përfshim në atë gjë. Pa diskutim. A ka qenë ndoshta ajo vrulli i rinis, a ndoshta pasioni më shumë se sa vrulli, sepse përpara nuk ja ka vlerë. A kujtohet se si ka filluar, domethënë si ke filluar dublimin, fillim fare, vjen si skenë? Më vjen, po flas për Eldoradon. Po. E pam filmin, unë dhe Elvisi na kishin thënë, ndërkohë ishte Sajmiri që e drejtonte punën në një kuptim. Por ndërkohë regjizore ishte më duket Jorida Meta. Okej. Dhe e pam filmin, thash, Vizo, e para punë është eksperiencë e frikshme, se kishëm dëgjuar, ne në fakt dublimet i kemi filluar që me rrugën me Pisha, në RTS. Dhe unë aty kam pas shumë personazhe pikant, kam patur një rom, ai romi herë domethënë kur dublosha romin, unë rrishin të gjithë aty mbrapa se kishin qejf ta dëgjonin. A kujtohet në skenë? Më kujtohet që
sekreti. Unë kam patur kontakte me ta, për shkak se, edhe për shkak të punës, po edhe për shkak se ne i kemi parë. Jetojmë për ditë. Po. Sekreti i Romit që bësha unë ishte që i ndryshote kohën dhe vendin foljeve. Pra, nuk thoshte, ore, çfarë bëri ky kështu? Ore, çfarë tha ky këtu? Ore, çfarë thot ky kështu? Ndërkohë që kishte për të thënë çfarë tha ai. E kuptoj. Ore, çfarë thot ky kështu? Ai kishte hik. Domethënë se kjo bënte pak kështu. Ko e shkuar e pa kryer me çik faskajore përsipër. Ose që do të kundrinojnë atë drejtë. Po lënë për emrin, pastaj e mbrusin e kallëzuesin. Edhe kjo e bënte shumë interesant, por mesazhi vinte, pra ajo çfarë do të thoshte vinte, po e renditur keq. Dhe me që po flasim për dublimet, unë mblodhem i thash Visit, vllai, këtë o e bëj me ty ose bëj me njëri. Se unë me Visit ishim shumë në atë kohë, projekte kishim bashkë, nuk ishte filluar portokallia, bëhet fjalë diku nga viti. Ke qenë në akademi, diçka tjetër apo pas akademisë? Okay. Në fakt, neve ishim të angazhuar në teatr, si unë, si Visi. Po. Edhe mbaj mend që, sigurisht, një student që sapo mbaron akademinë të punojnë në teatr është privilegji madh, edhe fat. Plus që unë edhe diplomën e lirimit nga akademia e kam bën teatr. Edhe lujta me të gjithë kolosët që fati e do që ca për tyre të mos jenë gjallë dhe janë vërtet tillë. Këtu radhis lanë Trebickën, të parin, që e kam dash. E dua prap, ai njeri një motor i pashtershëm me një energji të pashtershme, mbante gjallë një trup tër edhe kur drama nuk ja vlente. Po e vërtet është. Nga ana tjetër kisha Bert Ndrenikën, mikun e familjes. Dhe kisha marrëdhënie vetëm me këta dy. Dhe shifshet ishte si gëzoheshin dhe si lunim si kalamoj me njëri tjetrin. Dhe unë qelpsira që eru bësha me njëri, eru bësha me tjetrin. Dhe kemi vërë një shfaqje vërtet të mirë, Hamletin Katrarën e Poshtëm, ku bëhet fjalë në një provincë, në një fshat, diku nga ju, për këtë do të them dhe një gjë të bukur, e vuri Xhevdet Ferri ndjeri. Okej. Super vepër. Ivo Bresha quhet autori, është a kroat, a sloven, nuk e di, a bosnjak, nuk e di, po ti të them që është autor shumë i mirë dhe paralelisht me ngjarjen. Pra, ngjarja ndodh, unë jam djali i ish një funksionari të lartë të komunës, ku ky i fundit bëhet objekt sulmi nga kryetari. Po. Dhe ja detyrojnë të vrasë veten. Paralelisht me këtë, vjen veprën e Shakespeare për të mbuluar gjithë këtë Musihanën. Që krijoi ky. Dhe imagjino çfarë fshatar që vjen Hamletin. Dhe Hamleti isha unë, po në fakt paralelisht me veprën e njëjta ngjarje ndodh dhe mua. Është vepër fantastike. Fantastike që e ka përzodhur. Është në të njëjtat kushte. Dhe jam argëtuar jashtë mase tek kjo vepër, por dua të them që ne ishim të angazhuar në teatr kombëtar, se çdo gjë që vinte, ore bënim prova për tre vepra të ndryshme. A beso për këtë? Më është kujtuar që më xheba. I cili film Laç, film Elbasan, darkë premier në teatr. A kupto çka kafsh aktorësh ai? Mrekullueshëm. Kështu që kur morëm këtë Eldoradon, ato janë aktorë të mrekullueshëm dhe ne nuk dinim asgjë në fakt se si dubloheshin filmat nga vetë aktorët. Më vonë kam pa për shembull Trenin Polar. Po, e di. Tom Hanks. Kur kam pa procesin që ndjekin ata, se si e bënte rolin ai, më thash vllai, ne pas kemi fut kot. Në kuptimin që bëhej akoma më e vështirë për mua ta dubloja aktorin sepse ai kishte të gjitha atmosferën, elementet përbërës, erën e bëshin aty. Live në studio? Live, era. Dhe ai për të kap, për të treguar, te Treni Polar për shembull ka një moment ai që kapet lart. Po. Ai e bënte realisht, Tom Hanks. U kapta aty. Po më ia dhon tamam ndjesinë reale. Aktorë është i mrekullueshëm dhe i thash Visit vllai. Në këtë rast mund thash nuk di shumë nga kjo, po me shefin që kemi atje. Bëj sigur. Po jo, po nuk dishim vërtet, se ajo ishte para Trenit Polar si projekt, sigurisht. Për Trenin Polar nuk ishte realizuar.
Por du të them që më shkon në mendje se si mund ta kishim bërë aktor, se nuk ka mundësi të jetë aq konkret aktori. Patjetër. Në një në një aud, në foni, domethënë nuk di çfarë të them, ishte mrekullueshëm. Por ai ka qenë film i mirë dhe e kemi punuar për rreth një muaj. Me qetësi, Ja pasi në morë Terezi fare. në analiza valla. Si ve po. Ju e bonit atëherë edhe analista voline. Vllai, asnjë film nuk funksionon po nuk u bë analiza. Tjetër gjë se ne kemi marrë eksperiencë tani. Po. Dhe përveç atyre kolegëve që përmendëm jashtë etj, edhe disa miqtan, nuk e bën njëri. Por kjo ka ardhur nga eksperjenca dhe eksperjenca ka qenë e dhunshme. Po. E para punë do punojshe. Se s'bën. Do punoj se s'bën sepse nuk mund të rri një aktor pa punë. E dyta ai kishte me shumë qejf. Po ajo që është më e rëndësishme është që projekti frikshëm, valla. Ka qenë ndër të parët Eldorado apo Eldorado ka qenë i dyti, ka qenë Mbreti Luan, e bëri stafi topit me disa aktorë tek këtu. Mbreti Luan i parë. Ka Boskari Mbredrenika. Më mbytën budallënt. Ajo është batut lapidar për mua. Po, më mbytën budallënt. Edhe problemi gjithmonë, sidomos tek dublimet, ka qenë përkthimi. Përshtatje, ja, prapë. Të gjithë, ja ku dal. Zillemi nga zillemi, gjithmonë të përshtatja aty ngel. Kam dhe një biçim si merakull. Përkthyesi vllai është i rikrijues. Po. Se nuk ishte budalla Fanori që përktheu Hamletin. Që është përkthimi më i mirë, kam dëgjuar çuditëra për atë. Domethënë, dikush, madje një nga këta kritikë të mëdhenj thoshte ka rrezik që në shqip të tingëlloj edhe më mirë se në anglisht. Se ne kemi 36 gërma, ne kemi shumë më tepër fjalë se. Patjetër, diapazoni është shumë i gjerë. Po dua të them, aq i mrekullueshëm ka qenë ai në atë përkthim saqë ti e shikon se çfarë jetë ka ajo vepër. Se çfarë kryevepër është. Kështu që përkthyesi aq më tepër dhe përshtatësi duhet të jetë i mrekullueshëm, ndryshe, po çfarë na ka ndodhur ne aktorëve? Unë e lexoja, në anglisht më tingëllon krejt ndryshe. Edhe mesazhi dhe ideja. Në përkthim ka qenë krejt tjetër gjë. E para punë ka shumë më tepër fjalë. Sinkroni herë duhet gjesh midis. Po mirë, po kjo humbet natyrshmërinë. Shumë. Kjo humbet natyrshmërinë e aktorit, prandaj duhet të përkthyesi mirë. I ikën originaliteti pastaj, se bësh më shumë përshtatje se sa përkthim ajo. S'ke ku ta kesh menin. Se për të përkthyer çdo kush që di anglisht ta përkthen si ç'a ndodh tani. Aktori duke lexu, gjatë rrugës rregullon dhe tekstin dhe interpreton. Kjo është punë e frikshme. Flas për të gjithë ne që kemi dubluar, është e frikshme. Dhe shpesh herë shumë punë zgjasin pak më tepër për këtë shkak. Pra edhe vetë regjizori e kishte problem. Se thoshte, "Ore, s'di si ta them ndryshe këtë punë." Ai përkthyesi duhet marrë përkthyes për vërtetë. Po pra, jo, çunë xhaj, this is a pencil, so ajo është tutë Eldorado, ju keni pa pjesën që këta përshtateshin me rolet, me skenat, era, gjitha këto, thjesht keni qenë ul në tavolinë dhe dublo. Ul në tavolinë dhe unë deri vonë, se nuk ja japin dot gjitha këto se po të ndërpres llafin se ky Tulio këtu ha edhe ballakume që të përshtates në skenë. Po. Aty shive tani. Do t'ju tregoj edhe një, se unë e mbaj mend edhe këngën e Elton John, përmendesh tani që flasim. Friends say never say goodbye. Vllai, nuk di çfarë të them. Ai momentin kur e pam para ca ditësh po e shifshim. Javën e kaluar, mos më shumë. Vllai është që ai do të largohet, a kupton? Njëri është rrugaç, tjetri është shumë i ndërgjegjshëm, edhe i dashuruar me vendin, dhe të dy pastaj përfundojnë momenti i fundit i filmit që ngalo prit të ikë, ajo është fantastike pra i karaktereve. Po këta janë shumë bukur si karaktere, se janë dy skaje të ndryshme. Po janë. Ky është shumë relativ. Pra ky është matematike i gjallë, Migueli është, vllai, hajde bëjmë qef tash, daba. Opa, Migueli është ham sot as nesër. Ja ty për aty shumë. E merr si tjetë. Eksakt. Ndërkohë ky vllai është racional, ky do lekat, ky do pasurinë. Mani. Ai ka një plan. Shumë film i madh. O vlla, unë më beso. E para punë u bë sa kohë që nuk e shoh më as të Big Bangu, u bë kohë vërtet. Edhe Simbadin. Simbadi pastaj. Po nuk e shoh.
Vdisha, i kam hyrë me e kërku dhe nuk e gjej. Do të ta gjej vëlla, do ta dërgoj se s'bën, vetëm që ta shohësh se janë bërë 2 dublime. Po do ta bëjmë pushim, sa ta ta mbyllim këtë pjesën e parë edhe kthehena pjesën e dytë me Simbadi lale. Me Simbadi. Tash para se ta mbyllim mos harroni se vije Super Mario tash nga data 10 deri me datë 14, mos gabofsha. Keni ullje të Alba Gaming, mos më thoni që nuk ju thash, ju dula borxhit, kaq po ju them. Po që sa ashtu, ndoshta mund ta shtojmë edhe në ditë. Si dihet? Po pat më atje mund t'ju dhe mik. Eksakt, më mirë se kaq vallaj, nuk kam çfarë më thot. Futuni bleni ato produktet e Super Mario se duhet i cigarë. E po, që t'ja theksoni, ju flet Luigi. Si vëne. Që t'ja theksoni, blerjen bojeni të webi direkt, se keni më thjesht, ju abim derë shtëpis, as mos çojeni, jo po ishte mëll, jo po ishte hap, jo po kishte trafik, shko te webi, shado 25, ju bën edhe zbritjen, ju vinin edhe shtëpia. Për motoristin pastaj shife boni Se shadoni Shqipëri vetë. ka fillu të dal babagjyshi edhe nga shkurti. Do më thëtë mund t'ju visi dhurat nga babagjyshi. Kështu që mund t'a shfrytëzoni për fëmijët tuaj. O, është e sigurt dhe s'ka gojë lutopi. Kështu që shifna në pjesën e dytë, lele. Shadow Clone. U kthym pjesën e dytë. Lele, ti ke barrën e Jo, shtetit tonë kombëtar. Dhe në fakt u kthejmë gjithë se ka raste që kthehen nga 3 kthehen 2. Jo, deri në fund lele 3 nuk ka Kujdi shonse. se du me shtriq kockën. Hoje. E pejet me të orën që ra në Gjermani. Atë keqen, të qatia. Që kishte ram dyshek mrejna. Oh, Rrejnë, se Ka erdi... spoiler ata zoti burrë. Erdi UFO këtu më, atë Rrejnë me keqen. burin zorën lajmet. Kështu është kur s'ke burimet sigurta. Ta shote, Shive. vetëm ti gje. Se ti i ke shkresat, po unë kam materialet. Hoje, inshallah. Bujrom. Ba. Ky është ai pari që ra të qatia, po? Jo, kjo është ai origjinali që ra këtu te ne. Atë keqen. Përno miku tem, shive erë se s'ke pa në erë kështu. S'ka kështu me të lapangjosme. Kapet erë. Ky qeka jashtë shpirt e ditë. Hop! E në unë se... Që ka të na përcolloj edhe i qik. Nga era duket shumë mirë, fantastik. është super fantastik, lele. Tash t'ja fos dhe unë i çava po. Jo, jemi sa dush ti. 2 çapa. Jo, Atë keqen. Ti s'ke pa nga forma, si Arlinin gjak kështu, pastaj UFO Avash kështu. ti. Avash mos o si pronari. Aha. Atë keqen. Krokant, nuk lapanjosësh. Po të keqen. Kjo është nga ato bukët që është aq bukë e mirë, ajo që përdor dhe sigurisht dhe asortimente të tjera, por nga ato që e pi, nuk e ha. Për zotin, valla. Okej, dale tash kthehena te i super film, si qosin badi. 2 super, jo 1. Po për dje. Super film. Double super. Ashtu. Simbadi, për mu ka vetëm leksione jetë, valla. Misia, Vepër fantastike është, ëh. valla është si vepër teatrale. Është një lloj si vepër teatrale. Më besoj që filmat multiplikativ, Mhm. ose të gjithë që kemi parë, tani tashmë lehtësisht mund të bëhen film artistik. Dhe ka ndodhur. Po vazhdo të shumë. ndodh shumë më shpesh. Për shumë të One Piece ka filluar bëjnë kështu me artistik, kanë bërë live action. Ka po. fillu tjetër sot se- me qëra lafë. Po këtë për shumë mund vjen shumë keq valla se ky është një super film, ka super mesazhe, jo valla një hajdut, një kriminal, dikush Jo, më jo, 2 vetëm me shok, gjyk. që vetë si fillon, 2 shok që kanë lujt bashk, morin rrugë të ndryshme, Po pra, njoni së drejtës dhe tjetri së drejtës prap, e pra, se por është me relative e perspektiva të drejta. ndryshme, Në perspektiva të ndryshme. ashtu. E bukura e kësaj është që të dy janë bashkë të prapë në shpirt, rebel, po jo të këqij. Duket në pamjet para sikur në kontaktin që kanë me njëri tjetrin, ky është i keqi. Në fakt, ky është rrugati që është përballë me shumë më tepër probleme se sa ai tjetri. Po, edhe për Ai është princi i statusit. Sirakuzës. Po. Kurse ky është princi i rrugës vaj. Ky është Simbadi. Njoni ka shkollën e jetës, edhe tjetri ka shkollën e librave. Si ja që ja ka dhënë Jade. Ke shumë të drejtë. Jadje ka detyruar dhe bën shumë mirë, po ka një gjë. Personalitetet vllai lindin në qytet dhe rriten si të tillë. Gjenit lindin gjithmonë në zonën rurale dhe në rrugë. Ky është gjenin llojin e tij. Që mban një ku i parë shtër dhe një anije
Dhe mbijeton mirë sipas asaj që dëshiron dhe do donte të ishte. Më kupton Po vllajta? lirinë e ka ky, jo Proteosi. Proteosi nuk ka liri vlla, është i protokolluar. Ai është në protokoll. Ky vllai s'ka protokoll. Ktu është e bukur atij, që ai ka rrit parametrat njerëzor edhe në këtë moshë duke qenë se është përballë me shumë më tepër të qiejt sa Proteos. Por besoj që shkolla e Proteosit vlen, por në rastin e Simbadit edhe ai që shpiku shkollën ka qenë pa shkollë. Dhe më besoj që si është puna, jam shumë nostalgjik. Nesër më thon ridubloje prap, nuk kam për ta bërë dot më mirë se aq. Vërtet? E kam bërë me shumë dashuri. Është vërtet e shumë. Është një nga filmat e mrekullueshëm. Ju dallohet, realisht ju dallohet. Qyn z, qyn timbër, qyn adresim në çdo lloj gjëje. Edhe plus pastaj nuk je i detyruar të impostohesh as vokalisht as gjë, je thjesht. Në Simbadin e ke pas shumë të zërioti. Pra nuk e di ai sforcu. Çfarë do me bë mama, kur e pashëm ka thonë Altini vërtet. Më tha Marina, tha, e pashëm më pëlqeu shumë. Domethënë madje e tha edhe në trupët shumë, po ishte fiks periudha kur unë kisha vërtet nevojë të bëja gjithçka. Domethënë atë kohë ishim duke punuar shfaqim Altinin, Portokalli, po dublimet, po. Dhe më beso, aq shumë i kam dash. Ka qenë një periudhë që kisha shumë para. Vërtet shumë para. Kur them vërtet para, që sot vlen shumë më tepër se ç'vlenin atëherë. Por 20.000 lekë dublime shkojsha. I bëjsha prapë, që s'kisha nevojë. Madje mund të bësh, po, shkoja. Shkoja e para punë për të treguar artist se si vim punë, nuk i kam më ato para. Po. Por kam lënë shijen e mirë, për 20.000 lekë shkoja. Ndoshta edhe nuk e merrja paratë. Po. Por kënaqësia dhe pasioni që kisha për ta bërë punë nuk më ndalonte të shkoja. Më të rrisë shumë më tepër. A ja vleti e gjitha kjo, Marin? Valla ja vleti. Ka shumë raste që bezmatohen dhe them se është shpreha e çimit për kë. Por më besoj që ja ka vlet. Nuk më besoj që unë kur kam filluar akademinë, kam patur në dorë të isha jurist, shkollë, po kaq edhe shkollë policie. I matë kishte shumë dëshirë. Meqense i matë ishte jurist, vdiste që t'isha ose jurist ose shkollë policie. Madje unë i futa dokumentat, mund t'jetë emri akoma. Po, rrezik në arkiva. Shkova në Akademi të Arteve aty ku fitova vetë. Do gjej njeriu. E doje si gjë apo? Patjetër që po janë të treja, më beso. Këto tre profesione kanë një të përbashkët të madhe që kanë të bëjnë me hulumtimin. Unë hulumtoj personazhin, ai hulumton kriminalin. Duhet gjej mënyrën se si ai ka menduar, se si e ka bërë, flas për një detektiv, për një hetues të mirë fill. Po imagjino se ç'bën juristi pastaj. Ai duhet të jetojë gjithçka që ka të bëjë me ngjarje. Çdo gjë dyshohet. Po, të tre këto profesione kanë disa të përbashkëta, kështu që unë brenda linjës jam, e kupton? Patjetër. Dhe është fantastike mënyra, domethënë e dublimit dhe në çfarë kushtesh e keni bërë. Ato kushte pra, është e frikshme. Mos të harrohen kushtet. Vllai, nuk e di se si kemi dubluar ato kushte. Sot janë mundësitë, sidomos pajisjet janë shumë më të mira etj etj. Po s'di ç'të them. Kështu prandaj shkonte pak më gjatë. E shijonit shumë. Dhe më besoj që jam aq i fiksuar të kjo punë sa që i thosha unë regjizor ta bëj dubël. Për zotin po. O bëja mos e bëj pastaj. Po, ja është tamam bëj mos e bëj. Bëja mos e bëj. A është më e njëjta energji, pozitivitet, dëshirë, frym, tamam që ka qenë atëherë me këtë sot? Tash janë dhe nuk e di sepse po përpiqem ta shkatrojmë këtë punë. Dhe kjo vjen në frymën e gjithë gjendjes dhe situatës social-politike, por të paktën për sa më përket mua, unë do ta bëjsha gjithë ditën me qejf. Më besoj që vazhdojmë të dublojmë filma, për para nuk ja vlen fare. Madje nuk ja vlen as për atë që e ka marrë përsipër, qoftë producenti, qoftë regjisori, qoftë tekniku. Po jemi i tuf budallësh prap, kanë ngjitur sa budallësh si puna jon. Pasioni. Që duhet ta bëjnë këtë punë. Ndryshe ky vend marr fund krejtësisht pastaj. Jam shumë se në të tilla fusha, në të tilla kushte janë dhe të tjerë nëpër fusha të ndryshme.
Shumë ka ngel sa njerëz vaj. Po të themi rast me tregu ty që një nga gjykatësit shqiptar është njeriu më normal dhe sigurisht që atë rrogë që ka mund të jetojë mesatarisht mirë, por nuk e shef asnjë orë të shtrenjtë. Unë e njoh atë burrin, nuk po ja them emrin. Ndoshta është i vetmi nga gjykatësit, juristët, avokatët që jeton pa bërë dëm, pa i bërë dëm kujt. Flera hat natën. Ai gjumi ka shumë vlerë vaj. Flera hat, 2 orë po i bën gjumë rahat. Kur i ke bërë dëm dikujt valla nuk mund të flesh dot rahat. Sigurisht që të rregjet të kura, pastaj flen gjumë ose vendos mos flesh fare. Eksakt, 2 rrugë janë. Por ne përpiqemi të jemi në atë nivel ku më besoj që duam të flem gjumë rahat. Paktën jemi artistë. Shiko çfarë ndodh. Ka disa raste, po themi unë e kam të shqip më shumë, në fakt në kudo e përmend këtë punë e rrjeteve sociale. Ka marrë një përmas të frikshme. Dhe kjo çështje e rrjeteve sociale i ka hapur rrugën kujtdo, qoftë i marr, qoftë i mençur, që të komentoj çdo. Patjetër. Nuk ka filtra. Po tani edhe të më shohësh, edhe të më shash, nuk ka vlerë. Se me mua e ke thjesht. Pulti në dorë, hiqe, nuk e du Marinin. Hiqe më. Gjithashtu edhe në teatr. Po vlla, nuk vi me pa, s'm pëlqen. Po tani vjen. Më shef në çdo projekt. Më shef në çdo seri ose serial. Dhe prapë më shan, ti sipas ke mo me artistin, ti e pasi me Marinin. Personale me Marinën. Jo, ato zakonisht e kanë me veten. Ata me veten e kanë. Ashtu. Se këtë desha të them. Unë mendoj që njerëzit, domethënë ne si racë, si shqiptarë, e kena kështu këtë pjesën e parajgjykimit. Marrojmë, domethënë kurse kemi diçka vetë dhe shohim që e ka tjetri, ajo xhelozia, smira më saktësor xhelozi tamam është vetëm Po rritje. vllai, baçja tjetrit gjithmonë të duket me lule, po ti harro që lulet kanë dhe gjëmba. Se për sa kohë ti merresh me baçën e tjetrit, të zhvysh këtë nga fitin shpitate. Puna është që kur të heqim dorë nga marrja përsipër e komentimit punës tjetrit, atëherë unë them se do bëhemi popull shumë më i mirë se që jemi. Ne jemi popull me vërtet virtyte vëlla. Larg është si gjë me thënë drejtën. Nuk tash i afër herës bëhet llav, duhet kalojnë dhe sa Po gjenerata. nuk, por a kupton ti ai burri e ka rrogën, po themi Pa garancia se e dim gjithë. minimalisht ulët dhe më vjen keq për këtë. Po ku e gjen kohën të komentoj ty dhe mua më burri. Ja. Sa ajo s'është si puna i deputeti ose një politikani që i bin karkalecat krudo nga xhepat, ose i bin celular si karamele nga xhepat. Ajo i telefon ka, edhe atë e ka bler duke marrë borxh. Sigurisht mund të marrësh telefon 1 milion lek, të marrësh borxh, të futesh në bank, të marrësh kredi për të marrë një telefon, pse? Që të shohësh ndoshta një fytyrë që edhe nuk jam vlerë. Po themi ta mu. thysh Po telefonin themi mu. vlla. S'ke nevojë më burrë dhe jo. Po nxjerrin lekët e telefonit aty me këtë shajtme në negativitetin, e kupton? Nuk e nxjerrin dot duthin të këtë tjera. Po problemi është që Kjo tregon ignorancë. po shkon thellë më thellë dhe po thellohet se ka qenë deri diku, por thënë tjerë që është çështja financiare, është çështja. Jo, unë them njerëzit sot duan pa e bëjnë vlla. Ne e shohim edhe me punën tonë. Nuk e ke idenë vlla, ti shohësh komentet tona, që nga sezoni i parë deri tash që jemi në tretën. Ja rrallu i qik, shqyqyr, po shifshe nga më të ndryshme, vlla. Kom fajun që pagu internetin, kom burra nga 40 vjeç flasin për kukla, kupton, po ti shohësh gjithaj këtu pa Game of Thrones me shok. Jo, ta janë ata që shohin kanalet porno vllai. Me mirë kjo. Kë pak më sigurt. As diskutohet lale. S'ka problem, ai ta shohit atë se e drejta ti është, por nga ana tjetër ekziston një shprehje dhe besoj se është kështu, që shumica e atyre që komentojnë të tjerët për keq pa e njohur punën e tyre dhe pa e vlerësuar punën e tyre. Pra as nuk shohin punën e vet, janë në publik puritan dhe në familje pervers pastaj. Se shumë çuditëra po dëgjojmë vllai. Po dëgjojmë shumë çuditëra dhe kjo është për të keq. Domethënë këto rrjete sociale kanë të mirën e tyre, por kanë edhe të keqen e tyre. Dhe më besoj, kam thënë edhe diku tjetër, po të ta them se është vendi për ta thënë. Pyetën Johnny Depp. Ç'marrëdhënie ke me rrjetet sociale? Jo, me rrjetet sociale. Ai tha po, janë shumë të mira, tha. Për të bërë njoftime, për të promovuar gjërat tuaja.
Po ka vetëm një problem, tha. Rrjeti social nuk vjen era letër. Që është kështu. Perl. Dhe ajo goca e ngacmoi tha, "Mi tha ti ke rreth 25 milion ndjekës, që eshe ky?" Po. Kim Kardashian tha ka mbi 1 miliard po shkon tani. Prapë këtu ndahen gjërat. Te dhe. Rrjeti social është diçka. Po ka dhe një problem me aktivitetin, me angazhimin tënd si artist. Unë punoj me fyt, ajo goca punon me bëth. Shkurt pasë qartë, lele. Pasi lloj gabimi. Vlla im, më vjen mirë kur shoh në rrjetet sociale, shoh njerëz që promovojnë libra. Është edhe era letrës që thot ai burri. Neve jemi zhduk dhe jemi tërheq tërësisht nga libri. Po kjo është pak po e sigurt, gjenerata e re, sidomos është Madje, po ta vësh re, jo vetëm që nuk e, po shif panajën e librit, që më vjen mirë që vitet e fundit po mbush po gjithmonë më shoh shumë njerëz po. që blejnë. Kjo është gjë fantastike. Sepse libri jo vetëm sigurisht arsimi, po libri në veçanti e zhvillon ngjarjen sipas fantazisë tënde. Ti e ke këtë të drejtë. Madje kur e shef diku, ai e ka zhvilluar ngjarjen, e ka ndërtuar sipas ti. Dhe është shumë mirë. Po unë e çoj për te. Shpesh, eksakt. Më ka ndodhur se po të ndërpres më fal me Harry Potterin. Dikur, Po. kur kam lexuar, unë kam lexuar të 8 vëllimet që ka dalë dhe ky i fundi që doli. Kur kam pa filmin e parë të Harry Potterit, kam qenë kalama, jam zhgënjy. Domethënë si fëmijë kam Sepse mësuar ti e një ke zhgënjim. krijuar gjithçka në kokën tënde. Unë mendoja Harryn komplet ndryshe, e vërtet më thoshte me syze mu rrethore, gjitha me radhë, po e mendoja më gjatë, nuk e mendoja aq shkurtër. Kupton, e mendoja e çik më të hedhur, jo aq të tërhequr. Ai ka marrë një fëmijë më të padukshëm aty. Eksakt. Unë nuk jam lexonjës. Nuk është jam fan si Mëse- librave që kam pas lexuar sepse kam qenë më shumë, domethënë jam shty nga prindërit e mi më shumë të shkencorë dhe thoya, "Ema lexoj libra unë." Po i vetmi libër që kam lexuar unë, domethënë fëmijë, ka qenë Troja, Po. ka qenë një libër i vogël. Vaj, mund çfarë të ti pas ke lexuar janë- historinë më të Janë pamshme të 150 botës, fleta më- maksimumi mund Janë të 10 pas. vjet historike ajo Troja. Su- E më lexoj keqen. librin dhe e kisha kriju atë luftën, gjithë këtë situatën, kokë, dhe kur kam pa filmin, pastaj jam mërzit. Filmi ka qenë shumë i bukur, shumë i arrir, po kujtohet ajo skena kur ndeshet me, kur është ajo ndeshja që shkon në Paridi me Jo, se harrova dhe emrin e aktorit kryesor tash jo burr. Akili me Akili Brad me, Pitt, po po. thu. Po, kur shikoj atë ndeshjen aty, unë vetëm kur e kam lexuar atë faqen që ai thret 3 faqe aty, edhe shikoj skenën. Po filmi ta Fahet cungon pak, pra, fahet shiko, ti pak. po të lexosh Simbadin, për shembull, se është dhe libër, po ta lexosh Simbadin, ti krijon një ide komplet tjetër valla. Filmi të cungon. Nga 1.001 net Simbadi ka krejtësisht histori tjera. Domethënë nga kanë marrë spunt këta që kanë kriju. Simbadi për shembull jo më larg se deri para një vit më lexova prap 1.001 net. Vllai është. Unë për shembull, ne po 1.001 net, diskutonim 1.001 mrekulli ka ai. Fantazi çdo gjë, është e pafundme. Po një pyetje që do të bëjmë, falë se do të kthehemi këtu te kjo e Simbadit. Marina. Mendon se e tradhoi Proteosin? Pra, a quhet tradhtia ajo që bëri Marina? Shiko, ky film e ka trajtuar në aspektin më të lirshëm njerëzor. Vllai, Marina nuk e tradhtoi, por do kishte jetë të varfër. shpirtërore. Patjetër. Dhe nuk gjen burr si Proteusi, ti thot, që ik ndi shpirtin tënd. Po e thot më ndiq zemrën tënde. E, Thot Protesi, po. e imja është unë Sirakuz, ndërsa e jotja po lundron në rrymën e ardhshme. Shiko, ajo nuk Është e mrekullueshme. ajo nuk tradhtoi. Ndryshe nga historia shqiptare, Po, që ndikohen që në prindërit e gjithë kam kohës. person të kryetari komunës është çfarë dhënë ke me gruan? Gruaja është si puna e vezës. Rrife sa më shumë që të bëhet sa më e mirë. Andaj edhe do mesazhet aty. E po sa gjona nga vetja e fusit këtu? Jam kurioz. Po thuaj se gjysma po. Ne vazhdojmë fusim nga vetja vllai. Do t'rregoj një rast fantastik. Bëshim këtë po e them për Portokallitan, kur kemi bërë. Ne jemi skenaristë vetes tonë, po edhe të tjerëve ndërkohë. Edhe një ditë nuk na pëlqente teksti dikujt dhe po luanim 4 lebrit. Okej.
Mirë po, duke improvizu njëri, improvizo tjetri. Mbi atë paçavurët tekst që ishte. Mirë, okay. Po shkonte shumë mirë, spektatori po e mirëpriste. Një moment thotë regjizori, ju lutem, Marini ka problem të mikrofoni edhe ja nga fillimi. Edhe unë i sa them, keq. kush e ma mend që a tham fillim po mirë. Vërtet nuk e maj mend apo. Pasi qeshme në sallë, kush e ma mend apo. Se gjysmët janë të improvizume. Ka shumë. Po mirë, te këto dublimet për shembull, atë kujtohet në një skenë që e keni nisë domethënë kështu serioze fare dhe thjesht në mes të asaj ju ka plasë qeshme, e ke thënë boje prap. Neve e para punë herë, po të kapi edhe qeshur që thu ti, duhet ta lesh për një gjysore se nuk e marr dot veten. Është si puna në vaki, vlla. Dublim është si në vaki. Po, vaki. Ideja është që jo vetëm nuk e merr veten, po është historia edhe kur xhirohen film artistik, qofshin edhe jo artistik, po nuk e merr veten, do të paktën të qetësohesh, të marrësh veten. Ka patur raste ku 3 fjalë kanë qenë. Pra 3 fjalë kishte fjalia dhe kallëzuesin e thëshe në 4 forma të ndryshme. Sepse e para punë duhet kapshe sinkronin, e dyta të pëlqente ta thoja ku diun me pak theks juk lindor. Po ndërkohë, kjo shkakton qeshur tek ai që po dëgjon. Dhe kur qesh ai ta ja ka thonë dhe ti pastaj. Mbi të kjo na ndodh atje tek puna, sepse unë improvizoj diçka, do t'im ke përballë. Rregull. Ty të kapje qeshme se unë improvizova diçka. Po unë nuk pres përgjigjen tate. Po kur të Ja fut dhe ti mufës edhe ik pastaj lëre fare. Te ju i herë për shembull, Salcano se ma dot llaj. Salcano është i frikshëm që se ma dot. Po nuk e ma dot më se as unë se ma dot me Salcano. Po ka batuta që nuk ke çat bosh. Shikoj, dikush është e bukur se kur e ngjon anglisht këtë nuk është çet në kështu. Fale, ai që ndodhi atëherë me Bujara Siriun në notën e vitit të ri. Po ai vllai, ka qenë gjithë Shqipëria nuk e mate dot atë notë. Bujara Siriu e mate dot fakti. Ai e majti vetë. Doli postulat ajo që pa ta thënë më parë. Na kanë akuzuar, jo keni boksu, jo keni jo boni të boni atë. Vllaja është një punë e frikshme. Domethënë un kam deadline ditën e diel. Un do të dal me bë me qash. Ndryshe, jo vetëm nuk paguam, por ndihem të keq. Patjetër. Kështu që lufta ime nis. Më saktë nuk kam asnjë ditë pushim. Që gjithkohës mendon për atë. Imagjino që un jam edhe i angazhuar në teatr. Patjetër. Tjerë interferojnë njëra tjetrën. Dhe duhet të jesh shumë i qetë që ti ndash. Por, unë kam thonë një shprehje, për të gjithë ata që shajnë gjithë të produksioni më i madh shqiptar, që s'ka për të bërë më po e lëm ne, harrohet bëhet, no? Me një guxim të pa gati të pa vullnetshëm, kush e shan dhe kush e keq përdorë në për tavolina, e tjerë. I kemi pa dhe kanë ardhur. Kanë ardhur. Madje ne funksionojmë shumë shpejt. Nuk kështu funksionon edhe bota tashmë. Ta dish që në Royal Theatre Hamleti bëhet për 3 javë. Është Hamleti vëlla. E bën ata burrat për 3 javë. Ne kemi çik proces më të gjallë. Patjetër. Po se ludhe Cumberbatch aty, po Hamletin, jo. Gjithë mor burri dhe Lang të groshit. E nisme i ish drejtorin, apo ndoshta është Derek Jacobi edhe Marov, po është me kudion. Që i emër të frikshëm. Po me i ulti ja fut aty kot për shembull Johnny Depp, thjesht pa e marr për emër. Është njëri nga këta. Por të gjithë atyre, pra ne them u bë si postulat, në rastin që thotë që Iran, aty kanë të bim brekët vëlla. Në punë dhe për nga angazhimi total i qenies tonë. Angazhim total vëlla. Ndryshe nuk bëhet. Madje, po tregoj që herën e parë kishim gjithë skenaret, unë kam lexuar, kisha 13 skenare, s'm pëlqeu asnjëri bënai skenar timin. Dhe aty u pa që unë kam aftësi për të shkruajtur, për të bërë skenar. Mbas serisë parë portokallis, ne kemi ngelur pa një tjetër, çfarë do bëjmë tani? Grop, shtishën. E kam thyer këtë situatë, kam pasur policin atëherë, e kam thyer duke bërë sikur kisha shkruar diçka dhe improvizova të gjithën tavolinë. Këta ranë mrapsht, atëherë thash kjo çeka, këtë do mbajmë. Pra do mbajmë jo vetëm unë si Marin personazhe, po edhe neve këtë frym do të ecim. Dhe i ndjeri tani nuk e do të gjon sot, e do të dje.
Dhe ne e kishim bërë dje. Më kupton vllajën? E kuptoj shumë mirë. Kështu që në këtë kontekst kanë qenë edhe këto filma. Dhe më besoj që janë bërë vërtet filma të mirë, vazhduan goxha, pastaj nuk e di se që Po, si do që rodhi gjithë historia, po jam kurioz valla, kë ke të preferuar nga gjithë ato dublime? Do të bëj dhe një pyetje tjetër më saj, po Bëj unë një të pyetje kryes. pastaj, Po, më vazhdo, thënë e ke ti radhën. të njëjtën gjë ma bëjnë edhe për personazhin teatr. Për personazhe s'ta bëj dot se e di vetë se si është, Edhe po. për personazhet, por ti për shembull ke prek 2 telat më të ndjeshëm në shpirtin tim me këto 2 filma. Për që kam me ca tjerë, unë. Por po të them nuk e di, s'di ti ndaj. Janë dashuri. E di çfarë mendoj se unë për herë hece me këtë idenë që nuk e di domethënë flas gjithmonë post 2010 çka ka qenë poshtë 2010-s, çdo karakter që është dubluar në Shqipëri ja kanë gjetë rolin fix. Për shembull, në rastin tënd, unë shikoj që gjithë karakteret që janë dublu, që ke dublu, është ai çuni lagjes, çik rrugaq, po e ka zemrën e mirë në fund ditës, sa kupto përfundon ti u bëj mirë i katunit. Po Këdo që të morësh. Mos s'po zbulet këtë radhë. Ka të bëhe me personalitetin tim, Po, ka të bëhe me karakterin. Edhe kjo është lëvizje e bukur, se sot për shembull unë shikoj që kur bëjnë dublimet e reja, nuk i përshtasin fare dubluesit domethënë nuk e fusin karakter, nuk e studiojnë fare karakterin, i bëjnë thjesht shablon. Ajo që thash dhe që parë kur ishim duke bisedu, sot janë thjesht kap edhe bëj. Po. Prandaj e pyeta për punën e tavolinës që domethënë sot nuk ekziston koncept, domethënë punë tavolinë përdoret në teatr ose në film, edhe në film i Allah. Me raste. Po zemra ime kemi kemi studiu tekstin valla. Ndryshe nuk bëj. Nuk bëj. Alban Male, në atë kohë me Albani ka qenë teknik në atë kohë, po çka se Albani është muzikant. Albani u çmend për ne. Ma ke shumë mirë, më të lutem mos e bëj montër, jo më do ta bëj rrihet. Edhe më bodëm kur vishe ti ishe kështu alarmi kuq për çuna. Jo. Edhe kështu Marino, do rrim do pim bira, po të marrim shpejt. Më mirë të paktën në shtykohë me të pime. Po jo, do hiqim për bira sot lutem. Ishte ideja që po sigurisht që edhe kjo të angazhonte më tepër, ëh. Patjetër, Të angazhonte shumë më tepër. Shiko, po keni lënë një lloj për mua është thesar, valla. Kjo që keni lënë ju është thesar. për atë zot, për brezin e ri. Për atë zot. Kur çdo që është rrit me këto dublime, llogaritë dikur në Natallshëm për këtë gjona, ëh. Kupton? Dikur tallej të shifshe kuklla, kalamoti, sorri. Dikur. Vazhdon edhe sot, po më mirë s'po marrim. Shiko, ka ndryshuar. Ka ndryshuar. Po, ka ndryshuar. Ne shohim për dita. Pra ne e kemi bërë këtë gjë, valla. E di Që rob që janë aty nije, që vazhdojnë i thot ai tjetri, ai që më fal për do të them shprehjen 2 klasë shkollë, në sensin e kuptoni vetë sensin që do të them, ai ignoranti, të vjetë të thot ty, shef kuklla ti të zi e kalamoja, sa shu. Se më ke dal... Mos mi preki njëri kukllat valla. Ke dal fix. E di si është puna kur kemi qenë të vegjël, ne thjesht i shikonim, i shijonim, po tash që rritesh dhe ti ri shef nga e para prap këto, ti kupton që këto kanë një mesazh shumë më të fortë se ç'mund ta nxjerrën në për filma, në për seriale. Ore janë produksione me shumë para ato, më nuk janë shaka. Valla, Disney është multimiliard dollarsh. Tash pyetja ime është kjo, se unë bëj një pyetje kështu. Se ti i ke këto me ku. Unë mendoj që dubluesit tonë në Shqipëri nuk janë të vlerësuar, jo financiarisht, me atë pjesë nuk futen fare, po thjesht si karakter, si dublues, gjithë zonat që ju keni bërë jeni, po them, zero të vlerësuar. Më përmend një artist që është i vlerësuar. Jo, po flas konkretisht për dublimin, po se më vija trasha po. Konkretisht për këtë që fytyra jote nuk duket dhe vetmja forcë që ti ke mas ekranit është zoni, edhe është gjëja më e vështirë për të bërë kur ti nuk ke mundësi as me lëviz me gjeste, se kur bën një rol, po them, portokalli, e ke pak më të thjeshtë se ti e bën publikun me qesh edhe kur lëviz, është postura, është çdo gjë, kurse këtu ka shumë është forca fjalës. Po. Ajo që kjo kërkon, njeriu si qenie krenohet, ka komunikimin. Unë e mora përgjigjen është pak strange. Mendon që s'janë vlerësuar, ë? As pak. Se unë shikoj jashtë. Më beso që më aq sa kanë dubluar aktorë si puna ime, vinë të disa tjerë. Do duhesh të hapej një sindikat. Për zotin. Për të drejtat tona. Ne s'kemi, domethënë, sindikata për aktorët ekziston, por një sindikat në vetë vetëm për dubluesit e filmave.
njerëz që të bëjnë çdo trev të Shqipërisë, të bëjnë çdo zonë edhe brenda një qyteti të vogël, njerëz që me një energji të papar kanë mbajtur gjallë fëmijët. Mos e shiko tani që shohin telefonin. Dëmi më i madh i njerëzimit, gjeneriteti aty burrit na u kthyen dëmin më të madh që mund të ketë njerëzimi. Sepse ne po bëjmë budallëkun më të madh që u lëm fëmijëve në dorë telefonat. Çonin tim, po më besoni, pa çka se unë përpiqem t'ja se i madhi më shpëtoj, po ky i vogli, S'ka kur shko. madje edhe më atë, të madhin kam një marrëveshje që nëse hyn në shtëpi, rrin të deri në 4-5 mëngjes të bu. Thash 12 unë të marr telefonin. 12 unë të marr telefonin. I vogli e zuni gjumi që parë tek unë me laptop. Oh. Kam ca ditë, madje ju siguroj që do shkoj do grindem me ti me shoqen në shtëpi, që ta heqet atë laptopin se i thym iPad-et, i bom, i ca për lum. Ai atë e ka atraksion. Po ta zë gjumi fëmin me atë kështu, do të thotë kjo është problem. Një shqipnoz. Jo, është Zemanina di si është puna, madje edhe për portokallin është bërë pak problem se sigurisht që shumica e kohës në telefon, sidomos ata jashtë. Por më besoj që po dole jashtë vijës së verdh, e kanë fest akoma, kur jepet portokallia. Është fest familjare, siç ka qenë. Dikur po. Dhe në fakt ai emision pra punës. Në momentin kur ti si banori i Tiranës ke atraksione të tjera çfarë të bësh në Tiranë, dikush po themi në Librazh, dikush në Mamuras, nuk e ka atë mundësi. Ai ka fest. Ai mund ta ketë telefonin dorë, po vazhdon ritualin e tij ta kaloj me familjen. Ktu është forca e portokallisë. Por nga ana tjetër është çështja e telefonit. Pra, ndoshta ai nuk ka më kohë të shoh portokallin ku ndoshta ka dhe një mendim, ka dhe një mesazh. Çfarë bën? Scroll. Por po ta bëre llogarinë se si është. Ti bën scroll shumë gjëra, se shikon, por ato po ti vesh janë një 400-500 video që qarkullojnë gjithmonë. Po. Me fytyra të ndryshme të publikuara nga njerëz të ndryshëm, me një postulat ndryshe etj, po është e njëjta video. Edhe po si e njëjta janë similar. Patjetër, ngjashme. Problemi këtu është që në raport me popullsinë e botës, që po shkon gati 8 miliard, ato 500 video nga 500 njerëz shumëzim për 5, po e bëj, janë 0.0.0.0.03 në raport me popullsinë e botës. Pra, neve jemi marrosur me gjithsej 500 deri 1000 video dhe informacioni dhe i qeshur është e shpejt, pse i shpull kokës na bë me qash. Po, tamam. Po aty ka dhe vërtet gjëra që janë interesante. Ndërkohë që ai nuk ka kohë të rritë të ndjek ty 5 minuta të shikoj se si ka ndodhur ajo ngjarje, të marrë një mendim, ndoshta edhe si pëlqen më, edhe të kritikoj. Patjetër, kritika është më e mirë. Po shumë e mirë. Kritika është si e thon nga dikush që ja vlen, si e thon nga dikush që ja vlen, kritika mbetet e tillë. Ashtu e mendon ai, ashtu e mendon ky. Patjetër. Po ky problemi është që neve jemi bë scroll. Edhe si tipa. Po ta vesh re, dikur kishim kohë, që unë përpiqem ta marr përsëri atë kohë, sidomos me fëmijët, me familjen, kishim kohë që ta bonim dhe një neshje futbolli. Po. Po të bëshim dhe diçka, ku diun pak ndryshe, të shkojshim diku me piknik apo. Po, po. Është një lloj atraksioni. Po ty hypshim po themi ku diun makinës të shkojshim në një vend ku vërtet ja vlen të ecim nëpër pyll. Neve tani nuk i kemi më këto. Ne vazhdojmë akoma me budalliqe shqiptare që ka bu njëri lokal mirë aty, po çfarë mishi kishte. Po çfarë mishi ka, mos e mishi. Mish llambar do shkoj prap. Po mish më se mish më vëlla mish. Në këtë kuptim them që edhe ne vetë jemi bërë pak të përcipt. Unë nga mas kush ta gjykoj. Patjetër. Por kështu e mendoj unë. Sipas meje. Dhe ç'a ndodh pse? Edhe për fëmijët kemi atraksione idiote. Ne vllai na u boshin komët gjak duke luajtur futboll. Po. Ne vllai nuk kemi lënë gjymtyr pa ty. Kam lënë pemë, mua ma bën emër dhe çit.
Ne lushim futboll, lodhshim gjithë ditën, hashim në dajak në darkë si kishim bërë robot. Ne lushim futboll duke hongër bukë, o vlla. Të hik me vrap me bukë në dorë. Po ne edhe cigaren ta Shpikshim shpjegoj, loja, cigaren duke bo hekër cek me cigaren në gojë, si idiot. Po them, kemi patur shumë të tepër lore. Tani ulet fëmija ty, ama i thra 3 herë, fëmijës tim i thra 3 herë, bëhem dhe me nerva. Ai e di që duhet më vit më përqafoj kur e thrason, i vogli, por është i utum, e dalloj që është i utum. Neve s'po dim më, nuk e di ku po shkojmë. S'është vetëm e jona, më duket se është një lloj rendi. Jo, është në gjithë botën. Po, është bot trend tash si gjë. Më është robotizim, o vlla. Kemi çik probleme edhe me trendet. Për shembull, është si puna e syzeve, vllajim. Ti ve ato syze që të shkojnë. Jo ato që vuni Ronaldo. Sa ato që shkojnë Ronaldos. Ti ve ato që shkojnë ty. Ai sa shikon. Ta bëjmë gallat, them unë, se do flasim në për këtë fundit, kjo që më ka pëlqyer shumë, po shumë fare të dublimet. Si e do shqip apo anglisht? Si dush edhe. Bad Guys është anglisht? Au. Uj, ku? A ka zot më? Edhe ai djalë është shumë i talentuar. Rej është fantastik. Në fakt duke shif ç'a ndodh tani. Jo vetëm është shumë i mirë, aty janë të gjithë shumë të mira, por më beso që duke patur parasysh që head of a band është ujku, u përpoqja që të jem pak më racional. Mund ta kisha bërë shumë më mirë, akoma më në zhargon, por u përpoqja ta përmbledh veten. Është ajo që bisedum, që ka raste që duhet të jetë vërtet ngjyrë letrare. Por duke qenë ngjyrë letrare, se kjo është gjë e mirë që duhet të ketë një aktor. Duhet të jesh paqë natyrshëm sa që mund ta bësh në zhargon. Por në zhargoni tingëllon. Gjithmonë. Aty kërcasin të gjithë personazhet që flasin zhargon, por po ta vesh re, aktorja që luan dhelprën, Po. ajo nuk flet në zhargon. Është diku mes zhargonit edhe gjuhës letrare, po i tingëllon shumë mirë. Ka diversitet karakterësh. Pastaj kjo është gjenerata e re dhe është një ndër filmat, po them që është ky edhe Leo Hardhuca. po Thënë, këto dyja, edhe kjo shtektimi që është bërë me këto rosat, po prapë ka qenë Rej aty. Rej ka i gjërë shumë të mirë. Unë e njoh Rejin që nga koha e Çmendinës që kemi pas punu bashkë. Është shumë i talentuar dhe është i vetmi që vazhdon edhe sot e kësaj dite ma shkollën e vjetër dublimet. Domethënë, ai shko te zhargoni, po e ka të zhargonin shumë të lezetshëm se ka batuta pikante, ai fut nga vetja vllai. Nuk i ka në skenar aty. Kjo është pra përshtatja. Pikërisht, sepse dalin ta që është shqipërimi skandaloz. Me që e kalum që parë, ka qenë një moment ku këta arrin ishull tek Eldorado. Po, te Eldorado. Dhe Tullio shikon që kë ka majt hartën akoma. Dhe batuta finale që ka dalë, ke akoma hartën? Nuk jemi duke vdekë, ku diu, ke hartën? Ka di që kemi heq për atë batutë? Mund kemi ne ditë. Seriozisht? Po. Se sipas logjikës së aktorit që luan Tullio, na shkote shumë gjatë. No. Dhe s'dishim se a gjeshim dot, ta thash për është çështje përshtatjes, çështje e përkthimit. Dhe ai e kishte si e ke majti hartën, ishte një pyetje disi kështu. Dhe ky, në logjikën e aktorit që ka ndërtuar deri aty personazh, që ke hartën, se duhet i përshtatesh atij me veprime. Për kaq. Se të më kujtove se tash niset të i dublu. Lçoje zonën për mua se njerëzit duan. Po, ne unë ka do të pyesë tash, e bën dot tash atë kujtohet si jenë fiks. Unë po të them bëj mend këngën e Elton John. Ore, jepi ma bëj këtë. Një duan, pastaj bëj ç'a dublimi të kesh qefti. Kete Tullio vllai atë që thot më ka dhon Zara me hile. Më ka dhon Zara me hile. Çu e ka? Ai është Tullio është. Tullio ka dhe një bukur fare kur është momenti që po bëjnë sikur ato. Madje është sinjali që unë me Alban Malen kemi. Dhe ja bëjmë kështu. Është momenti kur kërcejnë Zarat. Që di vetëm 7 edhe ky moment është një dhe unë këtë kam si kod komunikimi me Alban Malen.
Dhe ata morin vesh që këta janë të dy. Dhe ndërkohë këta lëvizin, ikin se po i gjëmojnë ata. Dhe në moment këta krijojnë një moment që këta po zihen. Ti ma ke bë mu këtë? Më ka dhënë Zara me hile. Më ka dhënë Zara me hile dhe pastaj kur hipën aty lart, jo fytyr. Se do t'i gjuj. Jo fytyr, ai pap jo çfarë më kanë. Ora po themi ka shumë që i marrën të gjitha. Dhe shfal, ca flori për ty, ca flori për mu, Po, ca flori për ty, ca flori për ty. Oh, fantastike. Dhe më pëlqen o vlla se është shumë neo, por kupton, shumë populli jonë. Po kur rrie ty qetësi kështu, tak, kur janë të anija dhe thot, unë kam një plan. Po. Po kur i shko Altivos, Altivo, me atë mollët, që i shko visi me shkatron. Personazhi Altivo. Po, se... Personazh apo. I mrekullueshëm apo. Kale po personazh i mrekullueshëm. Nuk e di ku e ka fut atë, po ai është shumë lezet, Lale. Sa hyn varg, masi shemet anija ka shpëtuar co buk. Kupton, çfarë kalin. Un kam me që po jemi këtu në Arsenin vllai, e ke parasysh? Po, me Arsenin, po. Un kam një komunikim shumë miqësor dhe shoqëror me të. Domethënë, për çdo gjë flasim, ai është shumë i apasionuar, me thënë drejtën. Dhe mund të jetë nga njerëzit që është shumë i angazhuar dhe për nga çështja regjizoriale. Por kodet janë kështu. Marino është shumë. Tak jap zonën. Vazhdojmë. Ose e du këtu, e du atje. Po tani zakonisht do të ndodh me regjizorin kjo punë. Patjetër. Dhe ne, por ai është aq i përfshirë siç jemi të tre. Ai është aq i përfshirë aty saqë regjizori duket i pavend. Të dy jemi, ai ka dubluar shumë, ka parë shumë, gjithashtu dhe unë është çështja e eksperiencës pastaj. Patjetër, dhe kimie me njërin tjetrin, nëse ka të bëjë Pa shumë. diskutim ai është shumë, domethënë ai të merr në telefon, ta shpjegon kë ka marrë, për shembull, do bëjnë këtë Bad Guys 2-shin, e ke Po, e parasysh? di. Ky është lajm, këtë do të më thonë me të modën tash. Ja, Bad Guys 2-shin vllai. Mirë tash. Ishte zonë Unë për shembull nuk e besoj që të më rreshet më thush që nuk keni bërë çdo çerekore gjysore pushim te kjo, kur keni dublu. Jo vllai, ky film ka pëlqyer aq shumë sa që Pa e keni marrë do të qish me tu. ja. Dashuria po pas. O vlla, po nuk, ore, imagjino çfarë atmosfere, çfarë organizimi fantastik kanë o burrë. Shikoj më çfarë filmi është. O vlla, unë nuk e di nëse realizohet që zjarë bu. Ky gjarpri ka qenë më seriozi, po më karagjozi, veç me këtë besoj se keni marrë do të qish. Shumë e mirë. shumë fantastik. Është shumë e mirë vllai. Është fantastik nga, nuk është as i gjeneratës vjetër, as i gjeneratës së re, po Është 2010-ën. Jo, po Fiks aty në mes. është vërtet aty ku duhet. është perfekt. Edhe për në talentet që ka për ta bukur. E para, e dyta, shive çfarë personazhi është kjo, është tipike i plot fuqishëm i lagjes. Fal, a nuk të duket si dikush të akademia që e njohim ne? Nuk do i themi të gjitha Jo, sot. po Epa, aja lama saj tjetrës edhe, por mos i ndroni. Është njëjta, është njëjta vllai. The same. Po shive personazhi vëlla. I plot fuqishëm i lagjes, më ky është i plot fuqishëm i lagjes që do patjetër ta kapi atë të lagjes, se nuk e beso kurrë. Ja ka vonë sy u shnoj targën atij. Pastaj një nga filmat që më kam mbetur në mendje, sfundmi, megjithëse ka ja 2-3 vite që është, është The Sing. Sing? Sing. Sing. Ua, fantastike. Ai është. Sa i Fantastike. ka të bëjë direkt me punën tonë. Me një njeri që me një njeri po i them, nuk po i them kafsh, që përpiqet të jetojë një realitet hidhur, duke patur ato pak mundësi. Dhe duke i sajuar këtë bëjmë për ditën. Kjo është temë krejtësisht e veçantë për Jetësore, podcast. tamam. Është për podcast. Këtë është ta bësh 10 ditë rresht. Vlla për mu kur dush ta analizojmë Singun, Jo deri në detaje. Jo vetëm aq, po them edhe ne. Edhe ne që fundja edhe ti, edhe unë nuk do rrinim deri në këtë orë, po të ishim kushte normale. Por Patjetër. kjo ka të bëjë me pasionin, e para, dhe e dyta ka të bëjë me angazhimin tonë. Kjo është duhet fol për këtë. Ne nuk kemi punë, vlla. pyetur kur për orën. Por unë kam punuar dhe jashtë në projekte teatrore. Ora 2 thoshte ai. Giuseppe.
bërtisë kuzhinieri. Me do të gjithë shka. Ndërkohë që ne jemi, a mon dhe gjysore se kom për ta bëgë. Dhe bëjmë shumë mirë. Po. E lem deri minutë fundit, por ta bëjmë, kupto? Pa diskutim që po. Por, problemi nuk është tu. Problemi është që me kaq pak të ardhura, sa kanë qarkulluar në jetët tona, dhe vazhdojnë qarkullojnë. Prapë duhet falendëru Zotin, se Pa ka të tjetër, tjerë gjithmonë. në radhë parë Zoti. Por, me kaq pak të ardhura, ne kemi shty për pasion, për dëshirë, jemi përfshirë dhe nuk kemi dash me ditë as me hongër këtë hamburgerin që kemi marrë sot. Po. Hamburger, ka pas hamburger atë. Hec. Buk me gjak. Po pra. Du të them që, për shembull, më kujtohet koha e akademisë. Në akademi, me kursin ton, nisi një valë e re. E para punë ne jemi cilësu kursi më i mirë dhe këtë e them pa ndroje, e them pa modesti, se nga 12 vjetë që jemi në kur, 9 janë sot në treg. Fort. E nis me Olta Dakun dhe e mbaroj ke vetë, Arvin Beleri, Gent janë Zenedi, mor Egla Ceno, më jemi kurs fantastik. Po, keni qenë. Kjo është një fat i madh të bin kurs. Kemi pas dhe pedagog të mrekullueshëm. Tu fillu nga Mario Shiko dhe duke përfunduar Kaltim Basha, i cili u son me ne si regjisor, vlla. E bëri dhe pedagogjinë, po regjia Altini këtë ka, unë e kam pas pedagog vetë, më ka çu deri në master, është i mrekullueshëm. në regji është, nuk e di, fantastik. Në regji, po edhe në mësimdhënie më ishte Patjetër, o vlla ta Mario bën. ishte, domethënë binomi tyre ishte kështu dashuri, mrekulli. Domethënë nuk bie më si binom. Mund të qellë një pedagog shumë i mirë, kë gjithë pedagogët e akademisë për mua janë shumë mirë. E nis me Fred Trebisën dhe mbaroi deri tek Donald Hasani, ëh. Po. Por realisht një binom kaq i mrekullueshëm, Mario Shiku, Altin Basha, dhe duhet të them, ne patëm kush e kishte bën akademi, morëm gjithë podet e akademisë, i hongër me letra zmeride, i lye me llak. Rregullon perçet. Ore frymë re, krejtësisht frymë re, dhe sigurisht që kishte dorë Altini, se Altini Patjetër. vinte edhe nga jashtë. Po, dhe kultura që kishte mora ne në Angli është. Altini ka bërë, po, patjetër. Përveç asaj, jo vetëm që bëm gjitha këto, por neve ndryshuam dhe kulturën e të punuarit. Neve përveç provimeve kishim nga 3 punë pavarur, o vlla. Eksakt pra. Dhe detyruam pedagogët të rrishin të na ndiqin se në shtatë mbyllte shkolla. Unë flas 97, 97 kam në akademi. Por Tash duhet ta mbyllin që në 6 të hecë hik, sta lemo një dhe bëjnë gabim, qofse e bëjnë. Dhe bëjnë shumë gabim për mua sepse produktiviteti i vërtet është kur në shkollë gumëzhinë ai ku dosh korridori dhe ti e brenda duke bërë prova dhe deli i thuaj lutem se po. Do të them një histori me Rafmet Pazxhev det Ferrit, profesor Xhodut. Ka qenë viti jon i parë. Unë me Xhodut det Ferrin. Për s'largu, po. Hajde. Lidhje të forta. Domethënë, çka kam në Durrës, me mbiemër Ferri jam edhe familja ime. Së dija këtë interesant kish. Dhe ka qenë, Xhevdeti kishte vitin e dytë, ne ishim vitin e parë. Nuk na kishte ardhur akoma Altini dhe po bëshim to zanoret. Po bënim jashtë në korridor. Lam gocat brenda dhe ne çunga dolëm jashtë. Po. Dhe normalisht pishim dhe cigare në mjeshtrat, na duke vetë çikartist, që të pikë cigare në korridor. Ashtu e kanë hongër gjithë. Për zotin, gjithmonë na shunot. Dhe fillosh po bëshim zanoret dhe doli Xhoda. U ngelëm, kuptoj se dishim që ishte mësim. Dhe i tham, na fal profet, ndjes, nuk e dinim. Po kishte lloj shikimi, aq nostalgjik në sy, dhe i maj mend si ta shik këto llafe. Vazhdoni të çungra tha se më kënoqë se kanë kohë që heshtin këto korridore, apo mos e vrisnin menin për prof. Sa bukur. Kanë kohë tha që heshtin këto korridore. Tash ngela valla. Sigurisht që ne kemi kaluar kohë shumë të vështirë, duke këtu fus sidomos Akademia e Arteve. Ka qenë kohë të vështira, flas nga 90-97 po thuaj se është përbërë gjithçka. Patjetër. U ringrit. Dhe me ritmet e çdo lloj institucioni tjetër, ecë edhe akademia. Por që të rinë deri në 3-4 të mëngjesit studentët dhe të flenë aty me bukë me vete valla, ne rishim me bukë me vete. Flenim aty. Dhe më e bukur është që nuk isha vetëm unë, nuk isha vetëm ti, ishim pothuajse të gjithë. Madje u ndan 2 grupe. Një grup bën këtë, një grup bën atë. E tillë frym duhet për çdo institucion, fakt. Patjetër. Dhe cila vjen si mirë kuptim dhe marrëveshje
artistiko, shoqërore me njerëzit që drejtojnë punën. Patjetër. Tani, nëse ti del nga ajo Kodosh Akademia dhe s'ke fjetur dhe s'ke hangër me dhe, e me bariste që janë aty, duke punuar, është që ke vështirë që të bësh atje jashtë. Shenjat e para i merr në akademi, vllai. Shenjat e para i jep në akademi. Dhe nuk janë të rastësishëm askush nga ata që është sot Patjetër, po mendoj se është dhe pak që është e fati. Tash duhet punosh 99% them Po unë, pra, që të kesh atë 1% që në fati. Po pra, po është diçik Se që është është e ajo fati shprehje kur që të del. gjithë ju vjen mundësia i herë, Vllai, po unë nuk tregoj qe veten aty. time. Unë e mbrojta, siç thash, diplomën time në teatr kombëtar. Vazhdova me një shfaqje direkt pas asaj, vazhdova dhe me një shfaqje tjetër direkt pas asaj. Bëm një projekt eksperimental me Altin Bashkë, e mbaj. Po. Pra, të kapën njëra tjetrën dhe unë po thjesht mësova për ditë me punë. Dhe ishte kënaqësi shumë e madhe. Vut, një 8 muaj kështu, grop, asgjë. Thash, çfarë bëhet? Asgjë. Sepse në atë kohë, teatri kombëtar, ato projekte që bënte i kishte aktorë. Po, Ti teatri do bësh kombëtar është në gati pa prekshëm se është me trupën e vet standarde dhe s'ke Ku do shanse. punosh tjetër? Atëherë unë dal tek ajo ç'a bëm ne me punën e pavarur. Altin Basha ndërtoi me ne, bashkë me Gazjogën, kompaninë Oaz. Po. Me atë jemi përfaqësu jashtë, me atë kemi bërë turne që se njihte njëri si koncept atëherë. Në atë kohë, kryeministri Rama ka qenë ministër kulture. Po. Na çojnë Kairo atje. Kishte shkuar teatri kombëtar një vit, aty kam pa mrekulliera. Po duhet të fillon duke punu privatisht, duke nxjerrë një lek, aq sa ishte mundësi. Patjetër. Puna është sa e bënim si ne. U bën dhe ja 3-4 kompani tjera që për fat të keq tyre, po edhe për tonin në thelb u shpërbën për një herë. Sa më shumë hapësira të ketë për aktor, për artist, aq më mirë është për këdo. Patjetër, mëse edhe brezin e ri e ndihmon shumë sepse mbushet akademia, po që se ka treg të mirë po flasim, pra meritokraci. Po, me meritokraci, pra se ajo është këta. Ne kemi edhe një problem, dhe ti e di më mirë se unë të gjithë e dim që kur del atje jela kuriq. Po, Aty s'ken s'është as profesor Hasoni, as profesor As Hyseni, ka as shanse. Suni Gjaja që kënë Amerikë që i thotë shokut vetë ma merre që këte, do të marrin për i gjotë vogël pa aq. Njerëzit që janë për shkak të punës. Ka edhe disa që, po në shumicën e rastit janë ato për punë. Dhe me thonë të drejtën, që të dalim prapë të fina multifil aty. Çështja e dublimeve ka qenë mënyrë jetese edhe për disa aktorë. Vazhdon të jetë. Pra jetojnë me atë punë. Vërtet? Po. Aq sa jetojnë. Aq sa marrin. Këtu fus teknik, këtu fus aktor. Po, vërtet. Përpiqen me bo. Dikur në fakt ka qenë dhe gjëra më të mira akoma, se vite një producent, thoshte, du të provoj këtë filmin. Siç më kanë ardhur mua për, po themi, disa raste, po, se e ka pas ky Ariu, i famshëm. Jogi. Jo. Apo Stina Gjuetis. Stina Gjuetis. Po, Bugi. Bugi. Bile unë çunit më dhe thret ça Bugi. Shumë kohë. Siç ka qenë ky Aleksi tek Po, të Madagaskari. Madagaskar ka bo Aleksi në dublimet e para. Në që të bëj? Ua, si harrova unë për i moment. Jo, mund kujtohen dhe kisha mua shnumen defter më burr po. E po i ke ti defterin aty Pa tash. bra. O vllai, nëse më mend ditë që jena martu, do ma ke mend Aleksi tash pa hi. Kat kët ka sa po. Isha mos po ta shef gruaja Jo, këtë. gruaja le ta shoh, sa doje, unë se më mend me gjithmonë. Kam pas bën një kështu stand-up dhe thosha, ore, një gjë s'më mend jetën time. Kur martova më. Si me letra apo daspën? Me letra. Mirë, okay, këtë që kem Jo, rregull. unë s'kam bërë dasëm, shpëtova nga puna dasëm. Okej. E di pse se bëra një listë që atyre që duhet ftoja, që edhe më kishin ftuar për atyre që kisha shokë, dolja 3000 veta. Nuk, jo vetëm me lek, po nuk ja di që do edhe me ne të zgjut, jo me. Jo. Po s'ka lokal që merr të përsipër, do 3000 bëj veta javë vetëm rreth. morë Për për të zotin, diun. me helikopter, Tamam, me stadium, helikopter. hajde bëjmë festë. Po. Tashi, këto filmat vizatimore, se shumica e njerëzve i thonë, mos e kukulla. A mendon ti se kanë mesazhe më të forta se shumica e filmave që i bëjnë tamam? Domethënë, se këtu mund të Këta ta kanë çlirojnë. mesazhe më shumë se filmat artistik. Po. Po.
dikur mund të bëje krahasime, po ka vetëm diçka. Në thelb mbetet që në njerëzore vllai. Së është multiplikativ, së është artistik. Ti mos harro vetëm diçka. Teknikisht ta kanë hecur shumë përpara, saqë çdo emocion ta përcjell shumë mirë. Madje edhe ta zmadhon. Deri në masën e duhur. Aty vllai, ti i shef emrat në fund fare të filmit sa janë atje? Pa fond. Bëheshim ne në dublime emra pa fund. Jo ai që e ka prodhu. Do 5 minuta të mbaroj filmi Duhet të them që ç'a do të ndodhi. Si do të ndodhi, këto filma do vazhdojnë të jenë të preferuarit e mi. Tani edhe gjë tjetër për gjithë këto fansat e animeve se thonë folën për film. Ta kem mora! Folën sa vetëm për horrje. filmat. Ti ke dublu edhe anime. Një, me aq sa di unë, po ajo është tomël. Ke bosh shansin të një nga filmat e One Te Piece. Piratë e Vegjël. Po, unë kam... Ai në fakt, shiko, ai ka një shikueshmëri të frikshme edhe si serial, ëh? Po. Ai është. Vllai im në atë film i nderuar të marrësh pjesë. Patjetër. Qoftë ata që e kanë bërë atje, qoftë ne që e dublojmë. Dhe ti je pjesë e një gjëje aq të madhe, unë kam pa komentet për shkakun. Shifsha komentet edhe kur ka qenë Vin Beleri. Po. Dhe komentet janë fantastike dhe ashtu duhet të jetë. Për zotin. Ashtu duhet të jetë vllai im. Ka njerëz që janë rrit. Është njësoj si puna e një tavoline ku si ajo me janë 180 vjet burg dhe aty. Po. Dhe të gjithë shikonin një serial turk në orën e caktuar. Nuk flit që do të me ta dha. Dhe su ti përmendja me serialet, për që është reklam. Po. Por përmend Friends. Po përmend Friends, vlla, nuk ata thyn Çdo rekord di. Nuk di, po i pari që thyu çdo tabu ka qenë Princi Bel-Air me Will Smith. Po, la. drejtohu, se kjo është për të drejtu. Tani Kjo është çfarë për të drejtu. Ja. është ku diun valla, domethënë del dikush gjithmonë dhe në fakt ka dhe një logjik. Sigurisht që dikush do ta thyej rendin. Amerika, se tash po dalë të çështjet e produksioneve shqiptare. Po. Amerika deri në vitin 70 ka patur logjikën jepi popullit atë që do. Pas viteve 70 dolën ca burra të mençur thanë, jo. Populli do marrë atë që. Jam unë ekspert i kësaj pune, jo populli. Këtu Amerika të vitet 70 binte dakord dhe fitonte edhe paratë. Por nuk mund të shoh dot një produksion i cili frikshëm është plagjatur, frikshëm merret me budallë, që frikshëm ka dhe fytyrë, kërkon dhe llogari. Se kjo është më e bukur. Madje hiperbolizohen çështjet e ku diun çfarë. I pa të thonë dikujt që merre me filma. Thash vllai. Kam përshtypjen thash se të gjitha kolosët e kinemas pas kanë qenë budallë. Ti e ke gjithë zgjidhjen. A më tham, tak ngeli. I thash ke hyrë në terren të minun vlla, sepse fëmia im po të shef ty. Edhe ti po e mëson keq. S'po ja themi emrin tash se Më të mira. Qofshin dhe ka disa filma të mira edhe nga amator. Se në thelb fjala amator është të duash. Por guximin e amatorit unë si profesionist nuk e kam. Ja, mbot. Sa i thot s'kam çat hum. Nëse ti ke çfarë me hum. Unë kam që me hum gjithçka vlla. Unë do analizoj gjithçka. Derisa të arrijë tek rënia dakord apo jo. Por ne po bëjmë një gjë dhe po i keq përdorim dhe po keq trajtojmë. Shije. Nuk munden dot të prishin shijet. Mora përsipër të them flas për Friends. Kthej Princi Bel-Air, ai ka kthyer gjithçka. Pra, ata burrat nuk ishin budallë më burrat. Jo më dha se edhe në Amerikë ka kinema komerciale. Patjetër, pafund. Po nuk mund ta vej trojën te kinemaja komerciale. Aty do vej atë
Willy the Kid, ku diun që është njëri që është njëri që ka bëj film. I ke shif atje. Aman kinemat e mëdha nuk ta pranon kinemaja. Eksakt, ka standardet e veta. Atëre, këtu duhet krijoj një standard. Nga kush? Se i bie pastaj që të mos kemi më pravën e kaluara, të mos kemi më filmat e Viktor Gjikës, Nëntori, 2, etj, mos kemi më Gjergjova, që e kam dash dhe qoftë atje ku është, se e kam pas shumë mik. I bie të mos kemi asgjë. Ato për cilat ne patëm fatin t'i shohim, duhet me fol vazhdimisht. E vërtet. Sepse ata kanë hap rrugën e mirë dhe në ato kushte. Për shembull, zgjuarësia e të madhit Taqo, Anagnosi, boni pranë e kaluar në të kohë. Asu përfshi fare politikisht. Ai film, unë sa herë shef unë jam. Sa herë e jep unë e shoh. Ure rrie, e kërkoj, e tha ty të minuta, më qeka, po, da shoh. Është super film, va. Tani, qa ti them lëllkuqeve mi mua? Ja. Qa ti thuash, mor, që bjen dashurit, ja harron fare që ata po flasin për komunizmin. Se ka qenë detyruar ti përfshi. Po, kanë qenë të zgjuar se e kanë përfshi kështu me lezet, lele thjesht sa me Luan tha, jo Leone. Zorra këto, e pra. O vlla, është ajo që bënte dikur Piromani, teatr. O zot, rrota e famshme, historinë e rrotës. Bori manshëm, vlla, nuk e që bëra. Bori manshëm. Ti se di historinë e rrotës. Historia e rrotës është shumë e thjeshtë, domethënë në çdo shfaqje gjeten një objekt të lloji, se vinte e shikonte paria e komunistëve. Shfaqen. Në atë rast ka qenë rrota. Shevoni rrotë madhe. Po rrotë pa lidhje me ngjarje. Gale, kuptoj, po mu me skenës. Në fakt ishte edhe metaforë, ishte edhe ironi me këta, që vjen ca rrota, po më keq se kjo, po nejse, nuk ka rëndësi. E kisha të rrotë, kështu dhe e pa shfaqjen ata, e harruni rritë me në rrota madhe, edhe i thanë. Shfaqja shumë e mirë, trapin kishin marrë vesh asgjë. I mund kishin marrë vesh, kështu po e them. Atë rrotën hiqe. Rrotën e? Po më dhasëm. I majti ke rrota të vlaj. Që tu bote shfaqja. Edhe ka qenë i frikshëm se pira ishte hajde të kje, hajde. Po kjo gjë për shembull vlen se tash është teatri modern, më tash kemi edhe mundësi me pa mor burrë dhe tash s'kena pas mundësi me pa shumë në atë kohë. Ka një rast fantastik Stanislavski, ku kishte bë një, këtu e kam për gjithë pamjen e shfaqjes, kosmografia, skenografia, ka një rast fantastik. Po bënte një shfaqje të Çehovit, dhe kishte bërë skenografinë aq jetë, sa që kishte vënë atë tubin ku rrithë ujë dhe rrithë vërtet ujë. Stanislavski, E kuptoj. dhe një ditë, se si flet ai se si do të jetë teatri, i mrekullueshëm, mreti kësaj pune. Ishte djali Marangozit. Ama si duket tot. Ai fëmia 12 vjeç. E shef. Thot, një mami po rrallë herë ka shtëpi brenda shtëpisë. Aty do të kuptova qa kisha bo. Komplet, lale. Ambient i shtëpisë aty Mora direkt. kupton nga që modestia dhe madhështia ti këtu qëndron që të gjitha gjërat që ka dështru i ka lapidarizu që të mos bëjmë në tjerët. Tani dalim te filmat. Ka filma që vrasin e presin gjithë në fund shpëtok i personazhi. Shpëtok. I kanë ngelja 100.000 euro, po e kuptoj. Ne s'kena ka artistë që s'kan akoma shtëpi, dhe kjo është për të keq. Po i personazh tjetër që bën Barcaleta në film. Unë i kuptoj, Barcaletat kanë vendin e tyre. Kur e thua si të tillë, po të ndërtosh një situatë të tillë Barcalet që e di gjithë bota, aq më tepër ne shqiptarët jemi të fiksuar, Patjetër. dhe sigurisht që kur e shikon të krijon një shije, dhe çka ka ndodhur? Prishu shija, dirigjoj mirë, se në mes atyre ka dhe një gjë të mirë, po ti se kupton dot më se i jepon një laps. Siç ka dhe gjëra të mira dhe të shija në çdo produksion. Është vërtet. Puna është që ky sportiviteti që na ka kap të gjithë, duhet me pas një lloj rendi, me pas një
Tash Marin edhe i gjotë funit çak Ta bëni shill. gjotë Ha, funit, je Hasaneti. pedale se. Se unë Arritëm për te këto- koha. për këto marroj. Ha. A je i lumtur me karrierën tate, do të thënë mrena shpirtit tat kështu, jo çaj thu robte. Jam shumë i lumtur. Nuk kam pse të tregohem fare modest, kam luajtur dhe do vazhdoj të luaj shumë. E kam të fiksuar. Një gjë ja u them me bindje. Teatri nuk kam për ta lënë kurrë. E ngjut. Nëse ka një gjë që funksionon sot e kësaj dite, është gjithçka derivati i teatrit. Por emocionin që merr një aktor, duke qenë 2 orë dikush tjetër, në mes të një sallë me 500 gra e burra, nuk ke për ta marrë dot në asnjë vend. Jepi ti tash sa shumë e thellë për Jo, mua këtë kjo. desha me bo dhe unë. Morti. Ta hodha prapë. Këtë desha me bo, po jo, në fakt do të pyesja vetëm këtë, çka këshilla do t'i jepshe gjithë të rinjve, vlla, që duan të merren me artin përgjithsisht, nuk po marr vetëm dublim. Këshillën tate nga gjithë këto vite që ke hequr në kurriz. Vlla im e para punë është besim, është punë dhe disiplinë. Këto të 3 element njeriu s'do t'i harroj kurrë. Por brenda një modestie shumë të dashur, nuk je askush për të treguar më i madh se ç'dukesh. E pike. Kjo është fiks për ta mëll tash. Jo, nuk kam më çfarë A, them. këtu i dhe Kupton, pikën, duhet edhe mund të jesh me kështu me shenjë pikën. Jo, kjo ishte kështu, me kapitale të gjitha dhe me Po. bolt. Por Për më zonë e tepër. kam me gjithmonë. Jo, ta besoj pafund dhe e kom këtu tash. E kom realisht këtu, pasha zotë. Sepse vlla im këtu ndryshojnë gjërat aq shpejt. Këtu të hedhin dhe të ngrenë aq shpejt, saqë ti nuk ke kohë sa mendosh. S'ke Ku kohë. e gje vetën. Dhe ai që i ka hyrë kësaj rruge, në çdo lloj forme arti, qoftë, ju lutem mos e leni. Është lutje shoqërore, miqësore, se do mbetemi edhe pa artist dhe pastaj do jemi të gjithë o politikan ose zanatçi që s'ka asgjë të keqe, edhe me qenë politikan, po jo në atë formë që janë tani. Do thonë, jo në formën që hyn politikan dhe bësh biznesmen, që duhet të jetë të kundërt. Ti je biznesmen edhe bëu politikan. Ngelëm të von pika. Okej. Me kaq vlla, ne do Marin kishim ne gjithë notën për zotën e shijoj me Dhe shpirt. më besoj që vi me qef kur të keni qef. Sa do ta thosha, kur të dush, je mos e i mirë prit. Unë i bi derë dhe po pash ftun të ulem. Ore, burum edhe je, o kur të doj zemra. Po për zotin me pensi, plus që jam si në shpitime. E, për zotin na Ishte ke vërtet kënaq. pensi. Je një ndër të ftuar vlla që jemi ni më komod, më Po kështu do të s'ka më se qenë them. burrë dhe. Aq lirshëm. Kam dhe i shprehje tjetër po s'do më. Ja, thuaj tash se. E, do ta thosh ta mbyllim me Kam pike. problem me modesti. Duhet të tërë në përgjithësi duhet të jenë modest. Duhet të jenë vërtet modest. Dhe e kam shprehje edhe për ata që shpesh përdorin termin VIP. Nuk ka VIP. VIP do jetë ose do i them atij personi i cili shkon me vertikale në hale. Kur ta bëj këtë, atëherë është VIP. Për sa kohë shkojmë bashkë, isoj, ju lutem, jeni pak më modest, duhet me qenë më modest gjithë. Nuk knoqi. Ja, okej, këtu se s'bën të Ka sa Nuk mundem Për mo. të gjithë vipa, u bëm të gjithë vipa. Për Jo, Marin edhe herë vlla, faleminderit pa fund. Faleminderit juve, po ishte Pa më shumë fund, pa këshill fund. miqësore sa Jo, Se do s'po mlidhen morën vesh. prap lale, për kështu më lehtë që Për kështu më për lehtë si zotin tallon. jam lale. gati për zotin e Për madh. kokë time e ke ftesën, patjetër Shisha. kur të dush ti je i lirë bërëm. Edhe ju lutem me gjë tjetër, ndiqni çuan se janë simpatik. Ta fal zoti, faleminderit Jo, shumë. e kam pak kështu, se ne jemi shokë miq, po është vërtet kështu. O bëhen bisedat kështu, o janë ftesa të këtij lloji dhe flasim çiltër dhe hapur, ose ndryshe pastaj Jo, marrim ka që e pozicion. bëjmë. Marrim çik kështu pastaj. Rrim si vipa. Okej. Ju faleminderit edhe juve që na ndoqët deri tash. Do shihemi së 3 e për 4. Se ma more tash. Ja, ma çaj. Po 2 herë. E mbyllim tash. Hajde, ja kalofshi mirë. E mbyllim se do hapim serin tjetër mas nehu, pa puna. Shadow Clone.